Shikues dashur të emisionit në zonë, tani është koha për temën e javës, se me kë jemi marrë ose kush ka qenë më inspikatori gjatë javës që po e lëm pas e ndiqni tani. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Bën punë shumë të madhe, po ka dëshirë që ndrur jashtë. Shumë për të smani juve i së shkurë. Ka filluar që 5 ditë për ngjarje të shumta ishin prezente nëpër media. E kemi fjalën për edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova. Nga 19 banor mbetën 18. Kjo sepse qysh në 24 orëshën e parë të nisjes, mentor Haziri u tërhoq duke u deklaruar edhe publikisht. Por fatkeqësisht do të jap një lajm keq për veten, më duhet ta lësh shtëpinë. Pse? Disa shkaqe të mia personale. E për të folur rreth polemikave të ngjarjeve që kanë karakterizuar këtë javë, shtëpinë më të famshme në vend, Zoom ka intervistuar Redion Shtyllan. Përshëndetje miqtë në Zoom, unë jam Redion Shtylla, gazetar prej 10 vitesh në Tiranë, për ata që nuk më kanë ndjekur në për panele dhe në për emisione të ndryshme në Prishtinë. Unë kam 10 vite që ushtroj profesionin e gazetarit, prej një vitim kam një lloj aktiviteti të përditshëm me emisionet ku komentoj yjet tanë të showbizit, por më së shumti piknisja ime dhe synimi im ka qenë gjithmonë që të komentoj dhe të isha pjesë e një loje si Big Brother, për ja ku jemi edhe herën e dytë duke e komentuar një Big Brother që për hir të së vërtetës u priste dhe u komentua shumë në këto muajt e fundit, ku në shumë panele që kam qenë për emisione kemi diskutuar për emrat, kemi folur se si do t'ishte shtëpia, se produksioni u shpreh që do të kishte ndryshime dhe më në fund të hënën nisi dhe Big Brother Kosova VIP 4 që me shifrat tregoi që e mbërthen audiencën edhe pse le të themi është një lloj narrative apo bëhet një lloj loje më saktë nga disa personazhe që nuk janë shumë figura publike, por këtë do ta elaboroj besoj në pyetjet e tjera për të thënë se çfarë është Big Brother për hir të së vërtetës, por si e pashun Big Brother VIP 4 pra nisjen, sigurisht e pash me shumë pritshmëri edhe pse u fol shumë që do të kishte hyrje të ndryshme apo që nuk ishin parë nga edicionet e shkuara, më së shumti pam hyrjet me makinë, por besoj për shkak të motit nuk mund të jenë realizuar të gjitha ato që produksioni ka pasur në kokën e tij, por ishte Redioni tha se ka pas emra të shumë që kanë qarkulluar e mes tyre dhe Zamfina Ismaili, por ai njëi dikë prej banorëve.
qarkulluar shumë emra, kanë qarkulluar emra të artistëve që kanë vite në skenë, që kanë kontribute dhe janë figura shumë të njohura, le të themi që kanë një lloj ndikimi edhe tek publiku. Prit shumë që do të ishte Zanfina Ismaili, një nga emrat big më shumë të komentuar, por që nuk e pam të fuste në shtëpinë e Big Brother. Personalisht nuk njoh asnjë nga personazhet, disa prej tyre i kam ndjekur, le të themi shkurtën e kam ndjekur pasi ka qenë pjesë e paneleve ku është diskutuar për tema sociale, për tema showbizi, dhe e kam ndjekur pak a shumë dhe e kuptoj se çfarë karakteri është apo dhe se çfarë shfaqje mund të bëjë ajo në Big Brother, por do ta diskutojmë dhe do ta analizojmë se jemi ende në ditën e parë të fillimit të një edicioni shumë të zhurmshëm dhe shumë të komentuar. Ai më tutje shton se dhe publiku ditëj e gjykues për lojën e konkurrentëve. Ai e ka një mendim mjaft interesant për Bia Khalifa. Kam parë pak Bia Khalifi, një perëndare që dua të vë duart në kokë, se si është mundur që futet ajo dhe çfarë vlere mund të ketë ajo për lojë, përse zhveshjes, shfaqjes së organeve të saj, që i ka dhe me ndërhyrje kirurgjikale pra nuk i ka as bio, dhe e tregoj që kur u fut brenda në pishin me bikini, topless, që nuk pyeste dhe nuk kuptonte se ku ishte, ndoshta e ngatronte me kontentin që krijon në rrjetet sociale me OnlyFans. Nga ana tjetër, Linda Rejn e kemi njohur për historinë e saj që ka treguar në mediat shqiptare. Nuk di kë emër të them tjetër, besoj Kushtrim Krelanin e kam njohur këto kohë e fundit, e kam dëgjuar si artist. Padyshim janë emra që janë ende të rinj në treg dhe nuk e kanë atë lloj impakti të menjëhershëm. A do të ketë çifte në këtë sezon? Këtë tregon më së miri gazetari shqiptar. Flirti është një nga gjërat më të zakonshme në atë shtëpi dhe po bëhet, e themi direkt, pres që të kemi një lloj romance të bukur që të jetë realisht atyre përmasave si telenovelat, si filmat, me magji, me një lloj çiltërsie, me një lloj dashamirësie, por kur jemi në një shtëpi si Big Brother që le të themi banorët aty janë uqër dhe hajnë kokat e njëri tjetrit, se tani bëjnë si miq, se janë ditët e para, por kur të fillojnë ato polemikat, dramat, kur të fillojnë televotimet, kokë me kokë, për ta ulur tjetrin për të fituar, padyshim që nuk do të duan që të ketë një çift, se e din se çfarë efekti ka një çift në publik. I kemi parë në çdo edicion, janë bërë dhe prindër që janë bërë çift në Big Brother dhe din impaktin, atë famën dhe të gjithë vëmendjet dhe të gjithë polemikat që bëhen, duke kujtuar edhe në edicionet që i kemi komentuar. Padyshim që pres të shikojmë çifte, flirte, por do doja kësaj radhe që të shikoje një çift që ta ndërtonte gjën avash, ka dalë bukur, me emocione, pa të presionin në një loje, dhe pse ti je brenda një loje ta shijojnë. Ndoshta kështu për të dhënë dhe një mesazhe që një shtëpi si Big Brother, edhe pse ka turistni, presione për të bërë lojë dinamike, goditse, për të qenë vigjilente dhe për të mos humbur lojët e të tjerëve, se kur je çift e kemi parë që banorët e kanë shkëputur një lloj realiteti që është shtëpia dhe janë fokusuar tek njëri tjetri, dhe ata që kanë qenë të zotë për të përduar situata me një tjetër, sigurisht që kanë qenë në qendër të vëmendjes edhe të diskutuar nga audienca, nga rrjetet sociale, nga emisionet, por kryesisht shikojmë që krijohen më së shumti çifte për të tërhequr vëmendje, për pasur një rrugtim sa më jetë gjatë, dhe kur mbaron Big Brother, pastaj pas sa kohë shikojmë ndarje, por edhe është një gjë që jemi mësuar, edhe pse fiksohemi me këto lloj çifte që krijohen në Big Brother, se shikojmë një lloj telenovele alla turke, me këto dramat, me këto goditjet, me këto lëshimet që bëhen, por sigurisht që pres që të shikoj një marrëdhënie të bukur, uroj që të vi në mënyrë sa më natyrale, sa më dolce, pra të ëmbël dhe sa më
fisnike dhe jo shumë vulgare, provokuese, me ato kafshimet, me ato tërbimet që po bëhen në këto orët e para, me të rëme, me të pasme, se edhe e përjashtuar nga Big Brother se cilësohet pasaj si ngacmim seksuale. Gazetari pohon faktin që mezi pret të futet Iqbalja mendon se ka çka të tregoj. E lëndrimi sipas tij është një karakter që përballet me sfida. Kuriozitet a i ka për Ibro Deli, duke thënë që arti i tij është jashtëzakonshëm, ama nuk duhet krahasuar me gjestin. E shkurta është një tjetër emër që po pëlqehet. Që si problema, që si Sigurisht që shkurta është një tjetër emër që po pëlqehet edhe pse ka pak sa të folurën si nga kartuni, nuk dua të paragjykoj, por besoj që edhe ekrani kërkon një lloj përgatitje. E kemi thënë që duhet jemi të gjithë të përfshirë, por ajo përdor fjalë majsa unë kam informacion dhe kam dëgjuar në Prishtinë që nuk janë të slengut apo dhe të dialektit të Prishtinës të Kosovës, janë shumë të vjetra dhe kjo që nuk më ka pëlqyer se ju jep zë dhe peshë dhe bën që të qarkullojnë. Ndoshta kjo është një lloj strategjie e saj duke përdorur fjalë që publiku nuk i di dhe për ta bërë ata më interesante dhe që të le të themi të identifikohet dhe të përdoren pastaj në masë kthehen si një lloj përdorimi siç ka bërë Gjesti, Luizi, edhe më shumë këto dy personazhe kanë bërë fjalë që janë bërë më virale dhe që janë konsumuar më shumë nga audienca. Çfarë të flas më për personazhet e tjerë, thash që Klodi, një personazh i ardhur nga Italia, solli pikërisht atë sharmin, atë finesën dhe atë djalin aktor të Italisë me një lloj elekuence, me një lloj qëndrimi dhe me një lloj pozicionimi të rahatshëm në shtëpi, priti banorët e tjerë, konkurrentët në prajmin e parë, pra u gjet komod. Nga ana tjetër më duhet të përmend edhe një emër që nuk e di se çfarë do t'i bëj asaj shtëpie, pra nuk më la ndonjë përshtypje përpose buzëqeshjes së saj Benitas, dhëmbët e saj të shumë përfolur me diamante, 14.000 euro, e zhveshur, vetëm mbuluar, paksa pjesë me një copë shumë ekspozuar. Pra janë këto personazhe që bëhen virale, që ka një lloj nuditeti dhe nuk e di pse ka një lloj kurioziteti edhe të audiencës për t'i parë dhe për të mësuar më shumë se si do të lozin në një lojë. Sa do të ketë lojë të fortë të mbetet të kuptohet në vazhdim. Debati ditë të jetë një ndër pjesët më të zjarrta të këtij formati. Debati besoj do të jetë edhe është gjithmonë një nga temat më të zjarrta. Love story që duket që është fake, e po e nisin kaq shumë vrrullshëm me këto flirtet, me këto hormone që po ju lëvizin që në orët e para dhe nuk është shumë fair dhe nuk është shumë e drejtë që ti të ndërtosh një lojë kaq shpejt brenda pak orëve, se edhe publiku do diçka do të njohë ty më shumë, jo të futesh ti direkt në terren. E di me ai presioni për të kapur prajmin, janë ditët e para për të qenë ti protagonist, po e shikojmë që lëndrimi po e bën shumë mirë këtë duke krijuar aleanca. Të kujtojmë që atë nuk e votoi asnjë banor pranë atë zinxhirin në prajm të shpëtimit, nuk e shpëtoi asnjë, ai tregoi një lloj guximi pa u dridhur që i dogji valixhet. Shkaktoi një polemik që u mbyll për aty, nuk e pash që të zgjaste më shumë, por edhe polemika që kishte Alba, besoj që ja ka nisur gabim këtë kopje kundër produksionit, se nuk do t'ja dalë kur dhe do t'i bëhet një lloj manie. Për fund, ai e hap zemrën dhe përmend 5 banorët më të pëlqyer. Krelani është një
gjetje e mirë, një artist me një vokal të mirë që e kam parë të kohët e fundit. Interesant për të parë në shtëpi se ka një lloj energjie, ka një lloj vibe, është si një lloj dielli, është pak a shumë nëse mund ta krahasojmë si Lombardi, fituesi i Big Brother Kosova VIP 2 dhe ka këtë qasje pozitive, por kjo mbetet për të parë në ditët në vijim se është ende herë. Nuk mund të lë pa përmendur se e kam folur gjatë kësaj interviste, lëndrimi një artist i ri me atë qëndrimi dhe energjinë u shpreh që as prindërve nuk ju kishte treguar që do të jetë në Big Brother, pa bën ato lancat e para me Shkurten, po krijon një grup me Dolçen, me Edin, për të krijuar ndoshta pa ta shikosh, ai po bën pjesë të grupit Shkurten që mendon që ajo ka debate, ka pjesë të saj Dolçen që është një grua kokete që le të themi mund ta përdori për joshje, përdori është fale madhe pasi është një ri, Edi është i shumë edhe pse u shpreh në një bisedë që kishin që unë do doja të ishe ti, si i tha një fjalë bal më duket, ofenduese është edhe po bën një grup me elemente dhe me karaktere interesante, si që shpreha po i propozon të Shkurtës që të bëj një lloj marrëveshje për atë, pa diskutim që më pëlqen edhe Klodi, ajo finesa italiane, lirshmëria dhe ai modeli ai aktori italian që kemi parë nëpër filma, besoj do të jetë i lezetshëm në atë lojë, pres shumë Iqbalen, e pres dramat që do të bëj ajo për gjitha debatet apo për të gjitha qasjet si mund të jetë, uroj që të jetë në shtëpi, do të ishte një humbje për produksionin, por edhe për të dhënë, le të themi, një lloj tjetër qasje të gjithë këtyre debateve që bëhen në Prishtinë për fen. Alba Polozhanin e kemi parë pak a shumë në fermë dhe dim se çfarë është e afta apo se çfarë ka bërë, pra nuk e di çfarë do të sjellë ndryshe për kaq pak kohë kur ishte pjesë e një eksperiencë si ajo dhe Edi që i kanë të freskët pjesëmarrje që kishte si Edi në Big Brother, por edhe Alba Polozhani në ferma VIP ku bëri gjithçka për ato loje, dim se si shkoi. Nga ana tjetër një emër që më shumë përqendron në eshtje është gazetarja nga Shqipëria që do doja i Gerta Sako. Nuk e di se çfarë synimi dhe se çfarë qëllimi ka vënë ajo pjesëmarrës së saj në Big Brother. Pak a shumë të ishin dhe emrat që e kanë folur për gjatë kësaj interviste dhe ato që më bën më shumë përshtypje. Për fjalën mami që u betove që nuk e the. Po s'kom thonë mami. Ky trajm ka filluar me tensione të shumta për konfliktin e Albës dhe Benitës kundrejt Elionës. Shikoni këto pamje e binduni ju vetë. Ishte banorja nga Shqipëria, ajo që acarua duke pretenduar se produksioni ka manipuluar pamjet. E kam trajtu situatën ashtu si që është, dhe jo mua të më nxirrni një bullizuese, dhe jo mua të më nxirrni sikur unë kam keq trajtu një femër tjetër. Alba, të fakti që nëna e Elionës nuk jeton më. I kërkoj falje se nuk jam ka ndjeni, edhe jam Derisa Benita u ndje keq që ja përmendi nënën e ndjer Elionës. Gjithkohës është justifikuar që nuk ishte në ndjeni për vdekjen e nënës së saj. Shumica vajzave kanë qëndruar në anën e Elionës e madje kanë cek çështjen e moshës. Për çfarë duhen ja ku zgati ç'ma shumë. Duke thënë që 18 vjeçarja ka nevojë për mbështetje. Derisa gjithë kjo mesele ka vazhduar, vllau i madh e ka marrë një vendim. Për shkeljet e konstatuara, ka marrë vendimin e mëposhtëm. Lëndrim, edhe pse situata ka ndodhur në kontekst shafaje, kapja e flokëve bie ndesh me rregullin të mosprekjes fizike ndaj një banori tjetër, në këtë rast Klodianit. Për këtë arsye, lëndrim dërgohesh automatikisht në nominim. Kjo do të thotë se ti nuk e gëzon më imunitetin e fituar. Alba, gjuajtja me jashtët në drejtim të Elionës, Tonit dhe Lindës është vlerësuar se një sjellje impulsive, e cila nuk tolerohet brenda shtëpisë. Për këtë arsye, Alba dërgohesh në nominim. Benita, sjellje të përsëritura të bullizimit,
shtëpien në kundërshtim të drejt për drejt me respektimin e asaj që kërkon kjo shtëpi. Për këtë arsye, Benita dërgohesh në nominim. Edhe londrimi ka bërë një shkelje të rëndë me rregullat e shtëpisë. I njëjti e ka ftuar Albën të bashkohet në tualet. Por, ata nuk dolën në nominim kok më kok, por secili është nominuar veç e veç.